Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, një nga momentet më emocionale dhe më të thella erdhi kur Limi vendosi të tregojë një histori personale, një rrëfim që nuk ishte thjesht një tregim i zakonshëm, por një mesazh i fortë për durimin, pritjen dhe besimin në ndjenja. Në një bisedë të qetë, larg zhurmës së debateve dhe tensioneve të lojës, Limi ju drejtua Hygertës, duke hapur zemrën dhe duke ndarë një përvojë që lidhej me jetën e tij jashtë shtëpisë. Ai filloi duke treguar historinë e një shoqeje të tij dhe një kushëriri, një histori që sipas tij ishte pak a shumë si unë dhe ai djali, si ajo shoqja. Limi shpjegoi se kjo vajzë kishte dashur shumë djalin. Por rrethanat e jetës, presioni, koha dhe ndoshta frika, i kishin ndarë për vite me radhë. Megjithatë, ajo kishte zgjedhur të duronte. 6 vite pritje, 6 vite me dyshime, dhimbje, shpresë dhe zhgënjime, por edhe me besim se një ditë gjithçka do të merrte kuptim. Shoqja ime ka durur 6 vjet, tregonte Limi me një ton serioz, ka kalu shumë, po në fund janë bë bashkë dhe sot janë të lumtur. Kjo fjali nuk ishte thjesht një histori suksesi, por një shembull që ai po e përdorte për të shpjeguar se ndonjëherë dashuria nuk vjen shpejt dhe as nuk është e lehtë. Ajo kërkon kohë, sakrificë dhe forcë për të mos hequr dorë, teksa tregimi vazhdonte. Hygerta e dëgjonte me vëmendje. Në sytë e saj shihej një përzierje emocionesh, sepse historia e Limit dukej se prekte drejt për drejt situata që edhe ajo vetë po përjetonte ose po mendonte. Në një moment, Hygerta e pyeti hapur, me sinqeritet, po edhe ti ke qejf që Alba të pres ty? Pyetja ra rënë në ajër. Ishte një pyetje që shkonte përtej lojës së Big Brotherit, përtej kamerave dhe strategjive. Limi nuk u shmang. Ai nuk qeshi, nuk e ktheu në shaka. Përkundrazi, u ndal për një çast dhe u përgjigj me qetësi, po. Edhe kjo mund të ndodhë. Kjo përgjigje e Limit tregoi shumë. Ajo tregoi shpresë, por edhe pasiguri. Tregoi dëshirën që dikush të besoj tek ai. Ashtu siç ajo shoqja kishte besuar për 6 vite. Në fjalët e tij nuk kishte premtime të mëdha, por kishte ndjenjë reale. Ai nuk tha se ishte e sigurt, por tha se ishte e mundur. Dhe ndonjëherë në dashuri mjafton vetëm kjo. Ky moment e tregoi Limit në një tjetër dimension. Jo si banorin impulsiv apo emocional që shpesh shihet në debate, por si një njeri që reflekton, që krahasohet me histori reale dhe që beson se gjërat e bukura vijnë edhe pas shumë pritjeje. Biseda me Hygertën u kthye në një nga ato momente të rralla në Big Brother, ku loja ndalet për pak dhe mbetet vetëm njeriu përballë ndjenjave të tij. Historia e shoqes dhe kushëririt u bë simbol i durimit dhe shpresës. Ndërsa fjalia edhe kjo mund të ndodhë mbeti pezull, si një premtim i heshtur, si një dëshirë që ende nuk dihet nëse do të realizohet. Në një shtëpi ku gjithçka është e përkohshme, Limi foli për diçka që shkon përtej kamerave. Kohën, pritjen dhe besimin se fundi i një historie mund të jetë i lumtur, edhe pas shumë vitesh. Ky rrëfim e bëri publikun të shohë Limit me sy tjetër dhe i dha peshë emocionale marrëdhënieve që po ndërtohen ose po mbeten pezull brenda shtëpisë së Big Brother Kosova.